Për sa i përket Shizon Topit, unë jam shumë e sigurt që është një emision që ti e fiton gjithën me forcat e tua dhe nuk është kjo kur unë them për intrigat aty brenda. Po çfarë do ndodhte mbas Shizon Topit është ideja. Këtu fillon intrigat më të mëdhaja. Unë kam fituar dhe ka një video që thuhet që unë kam fituar një kontratë pune për të filluar tek e diell. Gjë që nuk u realisht. Po ne ndryshe quhemi e diell, përveç që vetë shkollera emisioni jon quhet e diell edhe. Tash edhe mund të kemi parë. Aty dalin 30 veta, ndoshta po një herë kaq po që nuk ishte një vend, domethënë. Dhe patjetër unë mendoj se nuk ka nevojë për shumë shpjegime, sepse ne gjithë shohim televizor dhe vazhdojmë të shohim të njëjtat fytyra. Kështu që patjetër në momentin që nuk lirohet vendi për dikë tjetër, fillojnë këto intrigat, gjërat që të nxjerrin jashtë. Pra ti nuk ja zije do të vënin dikujt tjetër aty. Po se kisha për interes shumë të lartë që unë të zija vendin e dikujt, unë doja të kisha vendin tim. Unë jam Eno, nëse nuk na keni ndjekur akoma, subscribe, follow në të gjitha platformat tona tek Andale Ala.